pretendojnë që të zgjerohen. Nuk do të ketë asnjë marrëveshje që do ta detyrojë Izraelin që të tërhiqet. Për nga përvoja e dim që edhe kur bëjnë marrëveshje, Izraeli nuk ju përmbahet atyre marrëveshje. Ata mund të nënshkruajnë se do të tërhiqen, po ato nuk do të tërhiqen për shkak se e din që pala tjetër, në rastin konkret sirianët, nuk kanë forcë që ta detyrojnë ushtrinë izraelite të tërhiqen. Këtë e dim edhe nga përvoja e marrëveshjes me Hezbollahun, ku ata nënshkruajtën se do të tërhiqen prej Libanit jugor, mirë po kaloi më shumë se 1 vit dhe ata jo që janë tërhequr, po pretendojnë që të futen edhe më thellë në territor të Libanit. Pra çka do që të nënshkruajnë dy palët, Siria dhe Izraeli, edhe pse do të ketë garanca ndërkombëtare nga perëndimi në rastin konkret SBA-ja, besoj që nga përvoja dhe përvoja ime se ai njoh marrëdhëniet ndërkombëtare nuk mund t'ju besohet izraelitëve asgjë. Besoj që situata do të vazhdojë të jetë tensionuar në atë pjesë të lindjes së mesme. Po, edhe pse shiqojmë që një afrim të qeverisë së re me qeverinë e Izraelit, për shkak se Izraeli dhe Siria nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Ata së fundi para 50 viteve në luftën 1973 ishin në një luftë serioze dhe prej atëherës nuk kanë pasur asnjë marrëdhënie diplomatike. E dim që kanë edhe kontest për sa i përket lartësisë së Golanit. Mirëpo me ardhjen e qeverisë së re, si duket kjo qeveria ka një politikë më perëndimore ta quajnë, dhe ata kanë pasur disa takime në nivel të ministrave të jashtëm. Së fundmi u takuan me ndërmjetësim të Francës në Paris, ministrat e punëve të jashtme të Izraelit, dhe si duket tash presidenti i vetë shpallur i Sirisë gjendet në OKB, dhe atje me siguri do të kenë takime më të paraforta edhe me lobin Izraelit në SBA, po edhe me politikanët e Izraelit. Dhe është e pritshme që në një kohë të afërm Izraeli do ta njoh shtetin, në fakt Siria do ta njoh shtetin e Izraelit. Mirë, duhet të rikthehemi pak edhe të kuptojmë se çfarë ndikimi ka pasur rrëzimi i Bashar al-Assadit dhe ardhja në pushtet e qeverisë së re në balancat rajonale. Pak e kemi diskutuar në fakt rrëzimin e Bashar al-Assadit, sa i takon balancave të sigurive rajonale të krijuara në kontekstin e ri. Po tani shumë veta kishin shpresa të mëdha se me rrëzimin e Bashar al-Assadit do të përforcohet Siria dhe do të vijë stabiliteti dhe paqja në të rajon. Unë prej fillimit kam qenë skeptik, si unë ka pas edhe tjerë profesor të rrallë, analist, që i kemi pas këtë mendim. Dhe ja që tani pas 1 viti mund t'japim një analizë se çka ndodhi. Pra mund të shiqem që në këtë vit lufta qytetare në Siri vazhdon, vrasjet mund të konsiderohen me 10 mijëra, ndoshta mund të ketë arritur numri edhe 100.000 të vrarë. Më shumë është i prekur komuniteti Alevit në Siri. Më kujtohet në mars të vitit 2025, brenda 48 orëve u vranë mijëra civil, gra, fëmijë dhe të tjerë. Po ashtu e kemi pjesën jugore ku druzët kishin edhe luftime me beduinët që janë fis i arabëve dhe që tani nuk është në kontroll të qeverisë së Sirisë, pra ata kanë një lloj autonomie dhe me mbështetje të ushtarëve izraelit, ata e kontrollojnë atë rajon. Dhe pjesa veriore apo verilindore ku e kontrollojnë kurdët, ku janë edhe me mbështetje të ushtarëve amerikan. Edhe aty kemi pas luftime brenda këtij viti, ka edhe atje me qindra të vrarë. Pra nëse e marrim të gjithë Sirin, Siria sot në një kaos të vërtet, ku qeveria e Damaskut e kontrollon vetëm Damaskun, dhe ndoshta edhe Halepon, Hamën dhe Homsin. Po gjithkund në ato qytete në rrethin kemi kidnapime, kemi vrasje, kemi vjedhje dhe kuptohet që nuk kanë as energji, ekonomia nuk është duke u zhvilluar. Tani ata arritën qeveria e re që t'i heqin sanksionet ndërkombëtare, sidomos SBA-ja që e kishte vënë, dhe kjo u arrit me mbështetjen e shteteve tjera arabe, sikur është Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuar, të cilët lobuan në Amerikë që të tërhiqen sanksionet për shkak se
ky Emiratet e Bashkuara do të investojnë në limanet e Sirisë. Kemi Latakia dhe Taurus, 2 limane të rëndësishme, ku besohet që rusët do të tërhiqen prej aty dhe arabët do t'i marrin dhe për interesa tregtare dhe ekonomike. Pra pritet të vinë investime të huaj në Siri, por procesi është shumë i ngadalshëm dhe është i ngadalshëm për shkak të jo stabilitetit politik dhe të sigurisë. Kuptohet që Turqia ka rol të rëndësishëm, dhe sidomos pjesën veriore në qytetin Halepo, veç turqit kanë filluar me investime. Ky është një proces që nuk do të thotë se do të dështoj, mund të jetë i suksesshëm për Sirin, por të paktën do të zgjasë një tegat që të shiqem rezultat. Qartë, zoti Dauti, cili mendoni se është tashmë prioriteti i Izraelit, pra apo urpishet të shmang një konflikt të ri pra frontal me Sirin për shkak të zhvillimeve që kemi në Gaza dhe në Liban? Jo, Izraeli nuk përpiqet të shmang një konflikt. Ata e nxisin sektarizmin në Siri, sidomos në ato pjesë ku jetojnë druzët, veç agentët e Mossadit, po edhe ushtarë të rregull kanë hyrë në atë pjesë dhe përpiqen që të hapin një korridor, që ta lidhin me pjesën që është nën kontrollin e kurdëve, dhe ashtu që të lidhen edhe me Irakun verior, ku ka edhe burime të naftës, dhe ata pretendojnë që të kenë një lidhje të burimeve të naftës, për shembull në qytetet Mosul, Kirkuk, të cilët me tubacion në për Siri, do të kalojnë drejt për drejt në Izrael, pra jo vetëm për çështjet e energjisë, po edhe për çështje edhe të tregtisë dhe punojnë intensivisht. Pra ata nuk e kanë ndërmend që të tërhiqen apo ta ndërpresin këtë kaos në Siri, ata përpiqen që ta shfrytëzojnë në beneficion të tyre. Tani çka është prioriteti i Izraelit? Prioriteti i Izraelit është që ta zgjerojë sa më shumë territorin e tyre, sipas bindjeve të tyre fetare prej lumit Nil deri në lumin Eufrat duhet të jetë Izrael, dhe ata punojnë për këtë dhe kuptohet me mbështetjen e perëndimit, sidomos të SBA-s. Dhe interesi i tyre kuptohet që do të ishte që në shtetet përreth mos ketë ushtri të fuqishme, që Egjipti mos ketë ushtri të fuqishme, Turqia mos ketë ushtri të fuqishme, apo Irani, po ashtu që ta rrezikojnë ekzistencën e Izraelit. Këta janë prioritetet e tyre, po a do të arrijnë që t'i bëjnë? Sipas mendimit tim, kuptohet që jo, do të dështojnë, po koha do të jetë dëshmitar më i mirë. Frymëzim, ka një faktor që ne duhet të diskutojmë dhe janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një garanci patjetër së pari për Izraelin, madje garancia e vetme për Izraelin, se Izraeli s'ka garanci tjetër kështu siç e ka sjellë